Përshëndetje. Nëse ndonjëherë ke pasur ndjesinë se motra jote është më e përkëdhelura e mamit ose që vëllai yt është drita e syrit të babait, atëherë je thjesht një tjetër fëmijë i padukshëm në statistikat emocionale të familjes. Dhe nëse je prind, ka shumë mundësi që dhe ti, në mënyrë krejtësisht të paqëllimshme, të kesh një të preferuar. Dhe më pas, kur dikush të ballafaqon me këtë, përgjigjja jote është klasike. Unë i dua të dy njësoj, ose të tre njësoj. Është si të thuash, s'kam fëmijë të preferuar, por njërin e mbaj gjithmonë afër kur më dëm koka. Pra, pse ndodh që prindrit diferencojnë fëmijët e tyre? Dhe më rëndësishmja, pse na betojnë se nuk e bëjnë? Pak biologji, pak psikologji, pak ndjenja faj. Le ta fillojmë nga një e vërtet e hidhur. Fëmijët nuk janë identik. Janë qenie të ndryshme me temperamente, sjellje, vështirësi dhe veçori unike. Le ta fillojmë nga një e vërtet e hidhur. Fëmijët nuk janë identik. Janë qenie të ndryshme me temperamente, sjellje, vështirësi dhe veçori unike. Psikologët si Alfred Adler, themeluesi i psikologjisë individuale, ka shkruar se rendi i lindjes ndikon shumë në mënyrën si formohet personaliteti dhe njëkohësisht edhe në mënyrën si prindët i trajtojnë fëmijët. Fëmia i parë është zakonisht projekti pilot. Ai që ngarkon shpresat, frikrat dhe ambicjet e prindërve. Ai që duhet të jetë i mbar, i sjellshëm dhe model për të tjerët, por ky fëmijë paguan një çmim. Kontroll të rrept, presion të madh dhe ndonjëherë dhe mungesë të lojës. Ata e dinë që jeta vazhdon edhe nëse fëmia e tyre ha rastësisht pak dhe në park. Ndërsa fëmia i tretë, zakonisht trajtohet si maskota e shtëpisë. Mund të jetë më lozonjar, më i llastuar ose thjesht ai që merr shumë pak vëmendje. Kjo do të thosë se edhe nëse prindit përpiqen të jenë të drejtë, perceptimi që kanë për secilin fëmijë ndikohet nga vetë mënyra si fëmijët janë sjellë dhe nga vetë zhvillimi i prindërimit të tyre. Personaliteti i fëmijës, ëngjëlli kundër kokfortit. Një tjetër faktor që ndikon në diferencimin është vetë personaliteti i fëmijës. Ka fëmijë që janë më të qetë, më bashkëpunues, më të lehtë për të rritur. Ka të tjerë që janë si uragan, me emër njerëzor. Thyejnë, ngren zërin, kundërshtojnë çdo gjë që thua, hipin lart e poshtë, nuk rrinë në një vend. Dhe është e natyrshme që prindit ndjehen më të lodhur emocionalisht me ata që i lodhin më pak. Kjo nuk do të thotë që ata nuk i duan të gjithë fëmijët, të kuptojmë. Do të thotë që ata krijojnë më shumë lidhje emocionale me ata që janë më të pranueshëm ose më të ngjashëm me ta. Një nën shumë e ndjeshme dhe introverte mund të dihet më afër me vajzën e saj të qetë, sesa me djalin që është një bateri litiumi në trup të njeriut. Dhe kjo afërsi me kohë fillon të duket si përkëdhelje selektive. Prindrit janë njerëz, jo shenjtor. Shpesh kemi një pritshmëri që prindrit duhet të jenë të barabartë në gjithçka. Të ndajnë dashurinë në mënyrë të saktë si me peshore, por kjo nuk është realiste. Prindrit janë njerëz me përjetime të mëparshme, me plagë, me modele dashurie që vijnë nga vetë familjet e tyre. Disa kanë pasur fëmijëri të ftohtë dhe përpiqen të japin dashuri atje ku e shohin më të vlefshme. Të tjerë kanë fëmijë që u ngjajnë aq shumë sa i shohin si vazhdim i vetvetes. Kjo bën që një prind mund të lidhet më shumë me fëmijën, që kujton vetveten, ose që i plotson nevojat emocionale që ai ose ajo si ka pasur kur. Ndonjëherë, madje diferencimi ndodh përmes fjalëve të vogla, vështrimeve apo mënyrës si i trajtojnë fëmijët në publik. Dhe më pas, kur ballafaqohen me këtë, përgjigjja është mos më fol kështu, mi plasë nervat. Kur diferencimi bëhet plagë? Problemi nuk është vetëm që një fëmijë përkëdhelet më shumë. Problemi fillon kur diferencimi bëhet model, kur një fëmijë ndjehet më pak i dashur, më pak i vlerësuar.
Në këto raste zhvillohen bindje të thella si nuk jam i mjaftueshëm, duhet të luftoj për vëmendje, ose s'jam asnjëherë i parë për atë që jam, nuk më kanë kushtuar vëmendje asnjëherë. Pasojat janë të thella: vetëvlerësimi i ulët, ndjenjë faj, xhelozi midis vëllezërve dhe në raste më të rënda, shkëputje emocionale nga prindrit. Fëmija i neglizhuar mëson të hesht, të shmanget ose të bëhet rebel, jo nga ligësia, por nga dëshira e fortë për të ndjerë i barabartë. Humori si mburoj, po ti je i preferuar i mamit. Fëmijët e rritur e kuptojnë që nuk janë trajtuar njësoj dhe shpesh përdorin humorin për të shfryrë tensionin. Në çdo familje shqiptare ka një bisedë që nis me: po pse vetëm ti ke fotografi nga familja, ne të tjerët s'kemi asnjë? Dhe përgjigja klasike në nënës është: kur lind aty s'kishte celular akoma. Do me thënë, fa yt që erdhe herët në botë. Humori është një mënyrë për të zbutur ndjenjat e padrejtësisë, por gjithsesi nuk i shëron. Mbetet një dhimbje e vogël që her pas here ngrihet si vulkan nga shpirtrat e mbetur në hije. Si ta ndalojmë diferencimin si prindër? Vetë djesu për tendencat e tua. Kush është fëmia me të cilin ndihesh më rehat? Pse? A je duke përkëdhelur më shumë? Mos krahaso. Fjali si shiko vllahën tënd sa i sjellshëm është, janë receta për konflikt vllazëror dhe për urrejtje të heshtur. Kujdes me etiketat. Mos i thuaj njërit ti je i mençur dhe tjetrit ti je lozonja. Tjetrit ti je budalla e tjetrit ti je super i ditur. Këto ngjiten në identitet dhe bën mallkime të padukshme. Jepi kohë cilësore për secilin fëmijë. Dhe 5 minuta me përqafim të plot vlen më shumë se 1 orë shpërqendrimi me telefon në dorë. Mos t'i kërkosh falje fëmijës. Nëse njëri ndihet i lëm pas dore, pranoje. Njerëzit rriten më mirë kur ndihen të dëgjuar. Të duash fëmijët njësoj nuk do të thotë ti trajtosh njësoj. Do të thotë ti duash sipas mënyrës që secili ka nevojë. Një fëmijë ka nevojë për më shumë vëmendje, një tjetër për më shumë liri. Dashuria e barabartë nuk është në sasi, por në ndjeshmërinë për të parë dhe ndjerë secilin si individ. Dhe kur fëmijët rriten me këtë ndjesi, nuk kanë më nevojë të pyesin: po unë a jam i preferuar? Sepse ndjejnë që janë të dashur dhe kur s'janë të njëjtë. Miq, këtu do të thosha në këtë video. Unë pres komentet tuaja. Ju falenderoj për vëmendjen, por mos harroni asnjëherë të bëni subscribe në kanalin tim për të parë videot që unë e the her pas here. Dhe deri në videon tjetër, miru takofshi.